Nga data 20 dhjetor në fshatin Reqice Madhe mbahet edicioni 34 i turneut tradicional të futbollit, Klubi Futbollistik Reqica, Televizioni Koha 2025-2026. Këshilli organizativ tani më ka filluar me parapërgatitjet e duhura, që edhe kësaj radhe organizimi të jetë në nivelin më të lartë të mundur, ndërsa është publikuar njoftimi për paraqitjen e ekipeve që dëshirojnë të jenë pjesë e këtij manifestimi të madh sportiv, në mesin e të cilave dhe bashkëdhetarë të cilët jetojnë dhe veprojnë jashtë vendit. Antari i Këshillit Organizativ Resul Seferi për Televizionin Koha tha se tani më kanë filluar përgatitjet për turneun. Kemi filluar me parapërgatitjet e turneut KF Reqica në bashkëpunim me Televizionin Koha. Presim një numër të madh për paraqitjen e ekipeve, njëkohësisht ftojmë edhe gjithë sportdashësit, të gjithë ekipet që të jenë pjesëmarrës në këtë turne, në këtë eveniment të madhështor që mbahet si çdo vit me radhë, siç thatë edhe vetë, mbi 3 dekada ka që organizohet ky turne. Duke pasur parasysh se në këtë turnir tradicionalisht marrin pjesë numër i madh i ekipeve me emra të njohur të futbollit nga vendi dhe rajoni, organizatori po përgatit edhe shpërblime adekuate. Si zakonisht për 3 ekipet më të mira ka shpërblime që nuk janë të caktuara ende. Si shpërblim tjetër do të jetë lojtari më i mirë, portieri më dallues dhe ekipi më fair play. Po ashtu pritet të marrin pjesë lojtar profesionist të ligave të para nga vendi dhe rajoni, po ashtu edhe lojtar të reprezentacioneve të Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Sipas Këshillit Organizativ, paraqitja e ekipeve fillon më 9 deri në 19 dhjetor. Shorti do të hidhet më 19 dhjetor në hapësirat e ëmbëltores Sport Reqice Madhe dhe Tobako Tushi Tetov. Turneu do të zhvillohet me sistemin e grupeve dhe fillon më 20 dhjetor në sallën e sportit të Reqicës së Madhe.